Miq të dashur, jemi në komunën e Kllokotit sot në një intervistë ose në një bashkëbisedim që do ta bëjmë me një kandidat shqiptar, kandidat i vetëm si kandidat i pavarur për kryetar komunës së Kllokotit. Pra, sot jemi me Arbër Eminin, kandidati i vetëm i cili njashtu po nxjerr disa paragullsi në pa. Arbër, mirëdita. Mirëdita. Kemi kënaqësinë që ju intervistojmë sot ose të bëjmë një bashkëbisedim, andaj edhe do donim të dinim pak më shumë se rreth procesit zgjedhor. Si e vlerësoni procesin zgjedhor në komunën e Kllokotit? Ka qenë një proces me shumë paragullsi, që nga fillimi orët e para të mëngjesit Lista Serbe ka organizuar turmat njerëzve, votuesve dhe grupimet mëdha që kanë ardhur edhe prej Serbisë dhe kanë pamundsuar votimin e lehshëm shtetëror, edhe serbë dhe shqiptarë. Në orët e para të mëngjesit ka qenë një grup i cili ka penguar shtetërorët me votu lehshëm, shtetërorët shumë shqiptarë dhe serbë janë penguar me votu në orët e mëngjesit, pasi ka qenë një urdhër nga shefi i tyre Milan Radojić që serbët në Klllokot të votojnë deri në ora 12. Serbët që janë me listën serbe. Cilat janë shqetësimet kryesore që keni ngritur në këtë proces? Sepse keni ngritur disa shqetësime. Qysh në fillim, kur kanë fillu vendvotimet më hop, ka qenë një organizim i listës serbe në orkestrim i votave me asistencë. Kanë fillu me lëshu vërtetime nga strukturat ilegale serbe dhe me ato vërtetime mjekësore që konstatohet mungesa e shikimit ose diçka e ngjashme kanë votu me vërtetime ilegale serbe. Të lëshuar nga institucionet ilegale të Serbisë që operojnë në Kosovë, në Kllokat. Pra, po dojmë me thjeshtu pak këtë punën e vërtetimit, sepse në redaksin tonë ka një vërtetim ku thuhet lejohet për ky vërtetim lëshohet për të asistuar për personat me nevoja të veçanta ose me probleme shëndetësore. Qëllimi i lëshimit këtyre vërtetimeve mjekësore ka qenë në lista serbe me kontrollu votën. Ka familje, shumë familje që kanë asistuar me këtë mënyrë të votimit në komunën e Kllokotit. Lista serbe ka përdorur këtë metodë në gjitha qendrat e votimit në Klllokot. Po edhe te disa raste edhe shqiptarët janë pajisur me njëjtat vërtetime me qëllim që me orkestru votën te lista serbe. A keni ngrit këtë shqetësim dikon paraprakisht? Kur e keni kuptuar ju këtë punën e këtij dokumenti që po qarkullon ose po ekziston? Informatat e para e ka marrë nga vëzhguesit e akredituar që kanë qenë në vendvotime. Po flasim për ditën e zgjedhjeve. Po ditën e zgjedhjeve, po. Dhe me njëherë kam njoftu KKZ, e cila nuk ka marrë masa. Procesi ka vazhdu deri në ora 3, janë njoftu vëzhguesit dhe komisionerët në për vendvotime që mos mi pranu këtë vërtetime. Por deri në ora 3, në secilin vendvotim, ka vazhdu procesi i votimit me asistencë me vërtetimet lëshuar prej strukturave ilegale serbe. E përmendet që ka pasur një grup strukturum të pjesëmarrjes në votime. A keni një rast konkret për shembull? Ka rast kur në Verbovës është një familje, mos gabofsha 6 deri në 8 antar një familje Stević, cilët janë detyruar nga kryetari i listës serbe ose kandidati për kryetar komune Božidar Dejanović, ju kanë marrë letër nëftime dhe janë detyruar me vërtetime mjekësore të lëshuara për strukturave ilegale serbe me votu me asistencë. Edhe pse s'kan pas drejt ata me votu me asistencë për arsye se asistenca është kry prej familjarëve të Božidar Dejanovićit, kandidatit për kryetar komune, jo prej familjarëve të Stevićit. Pra problemi juaj, domthonë, ose shqetësimi juaj kryesor është, domthonë, sipas jush, tash po na thoni, po mbi bazën e asaj që kemi vërtetuar që dokumenti i lëshuar nuk është nga institucionet e Republikës së Kosovës. Asnjë dokument nuk është dhe nuk ka qenë valid i Republikës së Kosovës. Gjitha këto vërtetime janë lëshuar nga strukturat ilegale serbe që veprojnë në komunën e Kllokotit. Atëherë, pas orës deri në orën 3, pasi po thu ka vazhdu njëta metodë, domthonë me asistencë, a i keni njoftu organet? Organet e drejtësisë, ligjzbatues janë njoftuar në orët e para të mëngjesit, policia, prokuroria. Sipas informacioneve nga tereni që kanë pasur vëzhgues në vend votime, vetëm në Verbovë, në një pikë ku ka qenë një vend votim, kanë shkuar tuesia,
është ndërprej procesi i votimit me asistencë. Por vendvotime tjera ka vazhdu deri në ora 3. Edhe pse KKZ ka qenë njoftuar që nuk do të më leju votimin me këto lloj dokumente të lëshuara për strukturave ilegale serbe, nuk ka marrë mosa KKZ-a plot. E ka leju votimin deri në ora 3 me këtë lloj dokumente. Sipas jush, a mund të ketë ndonjë individ që është i përfshirë në këtë rast? Ka qenë organizim i listës serbe, 3 ditë para zgjedhjeve kanë pas takime, koordinim edhe instanca më të lartë në Serbi është i angazhuar dhe ka qenë i angazhuar edhe Miloš Stojkovići, i cili është antar i kryesisë strukturave ilegale serbe në Klokot. Ai ka marrë pjesë në organizim këtij orkestrimi të votave për listën serbe. Cilat janë hapat e to që ke ndërmarrë si kandidat i pavarur në këtë rast, për shkak si pjesëtar i procesit zgjedhor, ku ke bën ankesë? E kam pa që Serbia ka ndërhyrë në procesin zgjedhor në Kosovë. Momentin kur planohet një dokument që nuk është valid i shtetit të Republikës Kosovës, është ndërhyrë në sistemin zgjedhor. Është ndërhyrë në drejtën e votës lirë qytetarët, edhe të komunitetit shqiptar, edhe të komunitetit serb. Ata kanë orientuar votën vetëm te lista serbe. Qëllimi i tyre ka me ndërhyrë në procesin zgjedhor. Mos me lënë votuesit jetë i lirë. Mos me lënë votuesit me votu lirshëm, por me kontrollu votën me shku vetëm te lista serbe. Këtë këtu, a keni ndonjë dokument që keni dorëzu dikon në fakt? Kam dorëzu dokument edhe në Prokurie Speciale, edhe në KQZ, edhe në PZAP, të cilat i kam konstatuar se ka ndërhyrje për sistemit Serbisë, strukturave ilegale serbe në procesin zgjedhor në Klokot. Kam paraqit fakte dhe dëshmi edhe në PZAP, por mungesa e fakte dhe dëshmi sipas tyre ka qenë ankesa e parakoshme që e kam bë. Prapë kam dorëzu gjykatës supreme me një ankesë me dëshmi mjaftueshme që Serbia ka konstatuar që ka organizuar zgjedhjet e listës serbe në Klokot. E kam dorëzu familjen Stević me emra mbi emra, me dëshmi që kanë asistuar familjarët ngushtë të kandidatët përkëtor të listës serbe bashkëdar dhe në veç. Edhe gjitha dëshmi tjera, deklaratat e vëzhguesve dhe komisionerëve të cilët kanë qenë lidhje në votimin në për secilin vend votim, kanë deklaruar dhe janë gatshëm edhe po që keni marrë edhe dëshmitar tjerë në proces? Janë 12 dëshmitar, vetëm unë që kam kontaktuar dhe që janë dorëzuar deklaratat e tyre në gjykatën supreme, të cilët kanë konstatuar dhe janë nga dita që ka qenë në secilin vend votim kanë konstatuar turma, grupimet njerëzve, listës serbe që kanë bllokuar secilin vend votim në orët e para para ditës dhe kanë konstatuar votimin me dokumenta ilegale serbe në komunën e Klokotit. Pa me mendu pak më ndryshe, për shembull, kjo ndoshta po i bën që ju pse jeni kandidat i pavarur, edhe ndoshta një farë mënyrë s'keni mri, po mendoni që duhet me shku në këtë rrugë, do me këto ankesa, apo je me një farë mënyrë i interesuar që zgjedhjet të organizohen në mënyrë të tillë të ndeshme në mënyrë demokratike? Qëllimi im kryesor ka qenë që zgjedhjet mbahen të lira, votuesi të jetë i përcaktuar vetë ku do me votu, qoftë i komunitetit serb, qoftë i komunitetit shqiptar, por jo në këtë mënyrë, jo të pranohen dokumente strukturave ilegale serbe në Klokot, jo të pranohet grupimi në mënyrë të organizuar i listës serbe, jo të pranohen turmat, cilat ka bërë thirrje Serbia deri në ora 12 serb në Klokot me dalë me votu dhe mu bloku çdo vend votim, që mos me pas mundësi me votu as komuniteti serb, as komuniteti shqiptar, por vetëm ata që janë me listën serbe. A ka pas edhe pe komunitetit shqiptar që ka përdorur këtë Jo. Komuniteti shqiptar kena pas pengesa, zakonisht sepse nuk kanë pas vërtetim valid të Republikës Kosovës që ka qenë konstatuar diagnoza e mos shikimit ose diçka e ngjashme. Ka pas pengesa, kurse në anën tjetër votuesi e listës serbe, në organizimin e listës serbe e ka shfrytzuar këtë mundësi, por ta ka qenë. Ndoshta mundesh me thonë pak shumë kërkesën tonë legjitime, ose një kërkesë të vetme, si mendoni me pas këto zgjedhje një epilog? Mos pranimi i rezultatit final, mos certifikimi i rezultateve në komunën e Klokotit, besoj që ka qenë mënyra më e mirë e mundshme për me marrë një vendim për ZAP-ja dhe të përsëritet zgjedhjet në komunën e Klokotit.
të mbohen zgjedhje të lira, demokratike, pa ndërhyrje nga jashtë, pa ndërhyrje nga Serbia dhe strukturat ilegale serbe që veprojnë këtu. Në shta për fund, kishin dashur në këtë bashkëbisedim një mesazh për banorët, pa marrë parasysh cilit komuniteti takojnë banorët e Kllokotit? Besoj që banorët qytetarët e komunës Kllokotit, edhe serbët, edhe shqiptarët, e kanë kuptuar ndikimin e Serbisë në komunën e Kllokotit vetëm për ta mbajtur listën serbe në pushtet. Edhe ata kanë shprehur pakënaqësitë e tyre me votë, por vota e tyre është manipulu, shihet që në rezultat është manipulu vullneti i qytetarëve edhe shqiptarëve edhe serbëve me largu listën serbe nga pushteti në Klllokot, por besoj që do t'ja arrijmë së bashku me dorë fitimtar. Edhe një pyetje të fundit, se kem nga shikuesit tonë ta bëjmë, ka pas një lloj influencimin kundër teje, një lloj propagande? Ka qenë një rrjet i organizuar me influencë serbe në komunë Kllokotit, ndoshta me gjatë që ushtria edhe në veti edhe në struktura tjera, komuna tjera. Ka qenë një propagandë zhvilluar ndaj meje me direktiva të shërbimit sekret serb, e cila pastaj është implementuar nga agentët e ndikimit, qoftë në media, shoqëri civile, që apo edhe njerëz me ndikim. Por besoj që qytetarët e kanë kuptuar që nuk qëndron në propagandë, edhe do të vazhdoj edhe me paditje civile ndaj disa persona të cilët janë për fatkeq, janë edhe shqiptarë që kanë zbatuar këtë program, këtë agjendë të Serbisë në Klllokot. Atëherë faleminderit. Faleminderit edhe për ju. Miq të dashur, kjo ishte një intervistë e shkurtër apo një bashkëbisedim i shkurtër lidhur me procesin zgjedhor në komunën e Kllokotit të 12 tetorit, ku shqetësimet e ngritura nga kandidati i pavarur Arber Emini për neve janë relevante mbi bazën e fakteve që janë paraqitur, mirë por në transmetimin e më të tjeshëm këto fakte do t'i paraqisim në videot e radhës. Faleminderit.